Ka botuar një zotëri një shtyp që vjen nga thellësitë e historisë. Dhe thot, data 15 qershor na kujton vitin 1215 të Magna Carta. Magna Carta çfarë ishte? E kapën mbretin e Anglisë, e detyruan që të ndryshonte ligjet dhe të ulte taksa sepse kishte vënë taksa jashtëzakonisht të larta. Dhe me nenet si 40, 41 dhe 45 Magna Carta sankcionon ekzistencën e një sistemi ligjor të cilit njerëzit mund të drejtojnë besim plot. Ne këtë se kemi zotëri, neve na duhet një Magna Carta. Kjo është zgjidhja. Kjo është zgjidhja. Po këtë se bëjnë kurta, këta se lëshojnë pushtetin nga dora, atë drejtësin nga pushteti si kur për vësë të njëja. Ora këta nga gati të bëjnë luft që të mbajnë drejtësin vetë. Sepse me drejtësin, po i vrashin kundërshtarët e tyre. Me drejtësin i vrahuen Veroza në 25, 26, deri 50, me Çoban, Samargjitje dhe Kovacit që muri prokurore dhe gjyqtar. Pra u duhet drejtësia dhe nuk e lëshojnë. Avokat, lutem, duke qenë se ju keni në dorë një dosje të rëndësishme në jug, atë të Dhullit, çfarë po bëhet me të, se kemi diskutuar disa herë? Me dosjen e Dhullit, praktikisht, unë kam zbuluar atë që kam pretenduar me kohë, që ajo vajza nga Saranda, Ana Luiza, është mbytur me litar, ose me tel, brenda në makinë, në karriken e pasagjerit, dhe dikush mbrapa saj i ka kaluar litarit dhe ka mbytur se kështu ballë për ballë të se mbiste do të kërkuar se ajo që vajzë shumë fuqishme. Duke qenë në sedilje, i ka kaluar litari këtu, personi që ka qenë mbrapa e ka shënuar fort, më shetur për sedilje dhe ti kishe duart lira e po s'kishe qa kapte, dhe ajo është mbytur me litar. Këtë e provoi personi dëshmitari që i kishte nxjerrë nga makinën nga ujë dhe nxori dhe këtë nga makina. Ajo s'kishte pirë asnjë pikë uji. E vërteton edhe fotografia që ua kam thënë, nuk e di, keni parë po se kam parë, po ashtu t'ua dërgoj direkt. E kam ma keni dërguar apo? Ashtu dhe. Pra ajo është vrarë, nuk është aksident. Se sa do bëj, kam kërkuar prokurorin e Sarandës, ish prokurorin njëri tërësisht të korruptuar, të vijë në gjykat të dëshmoj dhe të jap llogari pse nuk na lejoi të bënim varrimin, atë çvarrimin 10 ditë mbasi ishte varrosur vajza. Se shenjat ishin të freskëta akoma. Urdhë. Avokat, e fundit për ta mbyllur, e fundit fare kjo, duke qenë se jemi tek këto ngjarjet e kronikës, para 2 vitesh kemi akoma një mister në Durrës, familjes Meta, që fëmijët vranë Tjatin, nëse ju kujtohet si ngjarje shumë e bujshme. Kanë kaluar kaq kohë, duket ndryshime andaj kap njëri dosjen lë një prokuror, nuk e di domethënë, akoma nuk është zbuluar ky mister. Dhe mi ati ku thamë, tek drejtësia, nuk duan ta zbulojnë. Është fare thjesht për ta zbuluar, zotëri. Fare thjesht, një hetues i ndershëm, një prokuror i ndershëm, menjëherë zbulon të vërtetën, por nuk duan. Ka njerëz të interesuar që kanë akses në politikë që e bllokojnë atë ngjarje dhe e mbajnë ashtu. Pra mund të jetë ajo pista e pronave, jo më shumë se konfliktet në familje? Se u fol për prona. Prona. Kaq. Avokat, të uroj gjithë të mira dhe javë të mbarë. Faleminderit.